Rritja e çmimeve të fruta perimeve në tregun e Korçës po rëndon çdo ditë më shumë buxhetet familjare, veçanërisht për pensionistët. Brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore, produktet bazë kanë pësuar shtrenjtim të ndjeshëm, duke e bërë gjithnjë më të vështirë për ballimin e përditshmërisë. Sipas vëzhgimeve në terren, çmimi i specave ka arritur deri në 3.500 lek për kilogram, nga rreth 2.500 lek që ishte vetëm pak ditë më parë. Në të njëjtin nivel janë rritur edhe domatet, ndërsa kastravecat kanë shënuar rritje nga 1.000 në rreth 1.300 lek për kilogram. Të moshuarit pensionist shprehen të revoltuar për situatën, duke thënë se çmimet janë bërë të papërballueshme dhe se shpesh detyrohen të heqin dorë nga produktet bazë. Sumoni dot perimet, frutat sot. Me çfarë? Sa ka shkuar sot kirja e domateve, specave? 4.000 ishe specat. 4.000 të kuqet. Ku ndodhen? 3.500 domatje. Çati me. Atë budalla në soli fatosnanova. Në soli në të zivan. Fatosnanova ashtu. E ngordi. Po që vetëm të pimë kafen. Dhe të vinë të pimë kafen në fatos. Që kemi për sportën, nuk kemi për ataja. Sporta Qes me qenë me në Moris makarona, blek shumë të sportës, vaj. Sa vaj ti vaj? Vaj, më sodi më djali, po tjetë për këta sa fare vaj unë për këta. Këta janë, qes me qenë do në rjepi dhe lëkurën. Të tjerë thonë se tashmë janë të detyruar të kufizohen vetëm tek produktet më të lira, ndërsa ushqimet e freskëta i shohin vetëm në treg. Çfarë konsumoj sportën? Unë vetëm ku dalin makarona me ofertë të marr aty, në supermarket. Dojnë domate të prishur ande. Çfarë të bëjmë? Po sa është kirja e domates? 3.000 leka. 3.500. 3.500. Ta shikosh kështu të merren mend. Jo tash. Po kirja e specave? O, 4.000, 5.000 janë, ato gjata atje. Pse mendoni se është gjithë kjo rritje? Rritë ku dy ata e dinë. Ata. S'ka kaluar nga truta ime. Çfarë të bëjmë? Mos ka ikur nga fiqi. Ka ndikuar nafta? Nafta. Po naftën e të rjetën e kemi. Ne kemi naftën e japin tjetër. E kemi naftën e japin tjetër. Bravo, shiko shto shoku. Ju, çfarë pensioni merrni ju? 100.000 leka marru. Aq marrim me shpira. Nuk ju delas për... Shtë marrë të perëndia atë, 100.000 leka mirë. Edhe gratë pensioniste tregojnë se shpesh dalin në treg vetëm për të parë çmimet, pa mundur të blejnë. Matë e speca i shikoj me sy. Kur vemi pazar, edhe i them atyre kështu. Të paktën na ngopet syri. As pa rulën, po. Qa të marrëshim pra, ne pensionisti jemi atë pa diskutojmë njëra me tjetër, qa të bëjmë? 1 kilo domate sa kushton sot? Sa kushton 3.000, 3.500, 4.000, si mbas qepit. Dhe domatja. Po 1 kilo speca? Po, aq janë edhe speca. 3.300. Ne marrim në një gjë që është me lirë kështu. Qa të marrësh lirë? Nuk i konsumoni dot? Asnjëherë. Ne presim kush na jep na një mirë. Mendoni se me rritjen e çmimit të naftës ka ndikuar? Pa jo ndikon në shumë, jo. Pa naftë bedje, s'bed. Edhe udhëtimi, edhe ushqimet e tërë. Pastaj këta tregtarët janë kështu, sa të marrin një çik, një lajmë, pa ardhur këtu, ngritën çmimet. Ndërsa për shumë familje, alternativa mbetet kufizimi i konsumit dhe orientimi drejt produkteve më të lira. Shikoj me sy e plas me zemër. Në një qumsh, në një vezë, bëjmë në një supë. Që të bëjmë në një patate? To domate të speca? Ja, nuk bëhet fjalë. Sa kushtojnë sot domatet specat? Po, 3.300 ishte domate, 3.300 ishin piperkat. Vetëm kastraveci është 1.200. Asa të se marim dot. Në që ta marim? Me 200.000 leka pension. Po ilaçe. Po shikyra ta fëmija që na dërgojnë ilaçe. Rritja e çmimeve në tregun e fruta perimeve po kthehet kështu në një shqetësim të përditshëm për qytetarët e Korçës, të cilët kërkojnë masa për të përballuar kostot gjithnjë në rritje të jetesës.